Islami nuk I don njerëzit e pa shpresë, nuk I den frigacakt dhe nuk I den demelat. Allahu xhaleshanuhu thot: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u demelosni dhe mos u mërzitni se ju jeni fitimtar dhe të lartë në qoftë se jeni besimtar. Modelin më të mirë për këtë gjë e marrim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por marrim shembuj edhe prej pejgamberëve të përparshëm, sepse tobja dhe shpresa janë të vjetra sa njerëzimi. Pra në një ders kena thonë që tobja është e vjetër sa njerëzimi, kur kena fol për tobën. Edhe shpresa është e vjetër sa njerëzimi. Pra prej me Adamin alayhis salam, kur ata thanën: "O Allah, në qoftë se ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, patjetër që ne do të jena prej të humburve." Dhe Ademi me Havan, paqja e Zotit qoftë mbi ta, njerëzit e parë në tokë që banin edhe gjunahin e parë, patjetër si natyrë njerëzore, se ashtu e kishte kriju Zoti natyrën njerëzore për me bën gjunah edhe për mu pënu, ama Ademi alayhis salam nuk e humbi shpresën. Këtu të ndryshojmë na prej shejtanit, njeriu prej shejtanit, se Ademi alayhis salam nuk e humbi shpresën, kurse shejtani hala vazhdon me të këqijat e veta, se Ademi alayhis salam u penu dhe shpresoi te Zoti se e fal. O Allah, nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, na do të jena prej të humburve. Dhe Allahu xhaleshanuhu e fali.